Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, duke sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, por njëkohësisht edhe deklaratat nga artistët të ndryshëm. Reagim të menjëhershëm në Facebookun e tij privat pati edhe i madhi Çun Lajçi. Aktori i madh Çun Lajçi, i cili mbështeti gjestin edhe në Big Love brenda shtëpisë së Big Brotherit, reagoi natën e mbrëmshme për aktin e kryer nga banori Josefin Marku kundër drejt gjestit. Psikopati që këndon në dasmat tona, thot, ti pas ke qenë burr legend, fjale pist që e vjelli goja jote. Qysha të ditë kur një djalosh e quajte kopil shkine, burr legend dole përsëri kur mësove humbjen tënde dhe shfryn urrejtjen ndaj po ati djaloshi që me zemër të bardhë të ktheu për herë të dytë në Big Brother. Çfarë veriori je ti, more Josef Marku, çfarë malsori je ti, kur gjithë fuqinë tënde e zbraze në fytyrën e një fëmiu, që kur s'të shau, kur nuk të ofendoi. Ti vetëm gabim e kishe kur ta hodhi ruazën, të vetmin gabim e kishte, thot, kur ta hodhi ruazën ujë dhe të kërkoi falje me përulltësi. E ti me trimërinë e tregove ndaj një fëmije duke shfaqur fytyrën tënde prej krimineli. Ti hyre si psikopati fëlliqur dole, duke vrarë një djalosh që të mundi me lojën e vetrinore. Ti dite vetëm të denigrosh që të shfaqesh urrejtje, të abuzosh, të nxjerrësh nga haleja jote fjalë të ulta që nuk i shkojnë në një veriori me nder. Unë s'dua të nxis urrejtje se Shqipëria ka djem si Zana, por një këngëtar si ti, që di të grushton shqiptarin, nuk i duhet dasmave tona. Tani futu në vdekjen tënde si Maxhar Pasha, more kriminel se tani po e shoh se si e pse u vrajkan shqiptarët ndër veti. PS, Besart Kelmendi Gjesti, tani po të them me zemër, jam me ty dhe për ty. Ti e fituesi i kësaj loje nëse kanë der në zemrat e shqiptarëve, e vërtetësi në Big Brother VIP Albania 4. Është kjo që në fakt ka shkruajtur aktori i madh Çun Lajçi, i cili po reagon në një farë mënyre për ngjarjen më të fundit të gjestit kundër drejt Jozit. Aktori i madh ka reaguar gjithmonë dhe ka qenë gjithmonë në mbështetje të gjestit që me qëndrimin në shtëpinë e Big Brotherit kur gjesti ishte aty brenda.